Unë sot në Food Lovers kam një alkimist, sepse s'fundmi, edhe madje edhe kontaktin telefon ta kam thënë alkimisti. Cleo Leantino Goga, mirë se erdhe në Food Lovers. Mirë se gjeta dhe urime suksese është gjithmonë ky sanctumi i themin alkimistët. Ky vend i shenjtë ku ne gatojmë, kalojmë mirë, kënaqemi, pijmë, argëtojmë. Më duk pak e çuditshme se si një bartender do gatuaj sot një pjatë dhe unë ndërkohë do bëj një koktejl, cilin do ma mësosh ti. Po kjo është e bukur e kulinarisë apo gastronomisë në përgjithësi, që ne prekim nga sektorët të ndryshëm brenda gastronomisë. Nga të gjithë sektorët. Nga të gjithë sektorët, mendoj që nga të gjithë, por që te pjesa e shijes, sa bukur më kalon. Ne kemi ndruar të bëndet sot. Atëherë, unë do bëj një... Ne pak të s'kemi ku shkojmë, kjo është edhe pse ti do doje për parsen tënde, të barit. Ose të alkimistit, ë? Ose të alkimistit, po. Sot jemi në Food Lovers. Sot jemi në Food Lovers edhe është shumë bukur të kem një përparse ndryshe. Zakonisht ato të përparset e mia janë gradë më e ulët. Nuk do thoja, po janë më ndryshe. Janë më simpatike, ato janë çik më moderne. Për moderne ato janë më antike. Por është gjithmonë kënaqësi dhe nuk e di sa më shko. Më tregon pak elegant, ja? Shumë elegant. Më ndryshe. Po, me zezën shkon shumë, si gjithmonë e ndjekim edhe këtë pjesën e jemi fashionist edhe pse gatuajmë. Super. Atëherë unë po mendoja që të surprizoj aty me një gjë. President i shoqatës së bartenders në Shqipëri. Po. Së fundmi presidenti i shoqatës botërore të bartenders, të IBA-s. Po. Gjithashtu themelues i alkimistit, i konsulencës, i kompanisë konsulencës së Horekës edhe të bareve dhe restoranteve. Ideja është kontributi që duhet japim. Po, mban shumë tituj mbi. Unë i që emisione këto arteta, edhe ti di shumë mirë, sepse jemi duke bërë një të qëtë. Do të thonë edhe ti ke këto titujt e tu edhe misionet që bënë, por ajo që ne prekim, edhe ajo që ne bëjmë, është që ne formojmë edhe rrisim vibrimet e produktit edhe të gastronomisë shqiptare. Për sa vitesh në treg, Cleo? Tani, tham që unë do të bëj këtë koktejlin. Atëherë, unë po mendoja që ne ta nisim me një gin tonic. Gin tonic më së shumti njihet sidomos në jetën e argëtimit edhe është nga ato të daljes, le të themi, të pjesë Shqipëri. Gin tonic drinksat që është më së shpeshti i konsumuar. Gin tonic është interesant për arsye sepse kolonizatorët anglezë në Indi sollën ginin mbas luftës 100-vjeçare që u bë në Holland. Që morën ginin prej Gjenevrës e gjitha këtyre edhe pastaj ç'a bën ata? Shkuan edhe përdorin kundra malarie, sepse ajo që duhet të dish. Si desinfektant apo jo? Po, si desinfektant edhe si produkt medicinal. Por tonikun e gjetën në Indi. Toniku është prodhim indian. Edhe bën sidomos për uljen e pH-it, edhe për ndikimin gastrit. Çdo produkt që nga le të themi mesjeta e vonë, po sidomos mesjeta e hershme përdoresh për efekte medicinale. Ne e përdorim sot për shef, për të argëtuar, për të bërë. Një gin shqiptar, s'mund t'isha më krenare se sa kaq, të kishim një produkt shqiptar, po jo vetëm ginin, por edhe amaron, edhe një raki që e vjetëruar në Drulisi. Përveç shijes, më pëlqeu shumë edhe paketimi, kurimi i produktit që do të thotë në vërtet kemi bërë shumë hapa përpara në prodhimin e produkteve shqiptare. Jo, jemi goxha mirë edhe për efektin e cilësisë. Çunat, kantina Melesin, mos gaboj. Po, është kantina Melesinit. Bravo për... Edhe dizajni është interesant. Është e kuruar, super kuruar. Kjo është ajo që ne po promovojmë edhe në shoqatën e Shqipërisë, Ardeta, edhe ti po e bën shumë bukur me Food Loversin, është promovimi i produkteve shqiptare. Do të thënë, ajo që bëjmë ne të paktën ndërkombëtarisht është që promovojmë produktet që xha janë. Por jemi në Shqipëri edhe këto duhet i promovojmë edhe ndërkombëtarisht. Hajde i bëjmë një sot në shtëpinë tënde, në kuzhinën tënde, edhe do të mësoj 1-2 teknika të lehta. Do i gjejmë Food Lovers do i gjejmë këto produkte. Gin tonic klasik, mund ta marrësh pak të stirerin. Çik me terma tani këto? Ky është stirer, përzierës në anglisht, po përzierës në shqip. Atëherë ne pikë së pari ti çfarë bëre thotë gotën. Ta sjell temperaturën një trajshme edhe të gotës me akullin, por edhe lëngun që do hedhim. Në këtë rastin tonë është gjini. Gjini që po përdor. Interesante kjo e. Gjini që ti po përdor është të shpert. Është një gjin botanik, okay? Janë 7 kategori gjinërash, sepse ne njohim gjin.
Janë 7 kategori të ndryshme. Po bëjmë një leksion të Po, e vogël bëjmë këtu. një hyrje të vogël, po Jo, mbaj nuk të shumë ngjet. se do na konfuzosh. Por është botanik, për këtë arsye ne do ta kombinojmë edhe me lëkurën me lëkurën e lëkurën e limonit, për arsye që këto vajrat, yndyrnat e shëndetshme hapin edhe gjinin vet, po edhe aromën, edhe borzilokun për t'i dhënë edhe një aromë, edhe një Na duhet më shumë apo është mjafton kaq? për mendimin një mjafton. Jo, po kjo shtypet për t'ia për aroma. Unë po bëj të parën, ti do bësh dytën. Ka nevojë edhe për pak më shumë aku. Ishte kështu, a? Po. Jo. E kemi... E shikon tani pse nuk përdorim ne bartenderat doreza, sepse këto janë. Duhen aromat, duhen Shisa. bjerë aromat. Këtë më në që kam? Shtojmë edhe pak aku. Shumë e bukur, tani që po vjen dhe pranvera, na kujton këtë Edhe jemi edhe me kolorët e Freskin. freskëta. Po është. e borzilokut, e limonit, edhe Edhe vazhdo ti, sepse mua më është bërë vesë që ti hedh vetë këto gjërat. sa duhet i hez, apo? Ajo do 120 mililitër apo 12 centilitra, por gjithsesi ne jemi në kushte shtëpie edhe Unë po e bëj me sy tani, kaq është masa i ke syrin sniper. Syri edhe Kaq sniper. na duhet prapë kjo? Përziem edhe një herë, edhe super. Nëse këtë përzierjen e bëga mirë. Përzierjen e çantit. Çfarë do bëjmë sot? Mos thuajnë që kush Atëre. është receta jote që do Ajo na që surprizosh. ajo që sot. doja unë të të sugjeroja dhe të të surprizoja ishte që ndërkohë që ti bëre këtë është sa mirë Shumë e bukur, ja, shikojnë që kësa e bukur që këtë. Ë? Kombinimi ngjyrave. Zuar. Mirë se të gjeta edhe urime. Mirë se erdhe. Tani unë e di që po të lash ty për të folur për pijet, deri nesër nuk mbaron, po me qenë se sot ke marrë përsipër të na gatuash një pjatë, S'do mbaroj të folur për ushqimin tash. na tregoj një çik. Atëherë unë po mendoja Recetën që të tënde. bëjmë atë që jemi duke tentuar, ta sjellim edhe një herë në gastronomi shqiptare. Ndryshimin e të gatuarit me teknika bari apo me produkte bari, ose kundërta. Guzhonjerët do gatuajnë me teknika bari, kurse ne do gatuajmë me alkoole. Teknika. Okej, do Guzhina. bëjmë guzhina. Kështu që unë sot do bëj një pjatë klasike, një pasta me zukini, me kungull edhe me karkalec, por do fusa maro në lojë, që do të thotë, unë do gatuaj alkol, produkte ushqimore me alkol, kurse ti do bësh koktelin me perime, që do thotë, ti do rrish te perimja, kurse unë do rritë Po, pastat. kemi një super kombinim do. Por që do bëjmë- edhe barit edhe guzhinës bashkë. Do bëjmë një barë guzhinë. Ajo që do bëjmë sot është rigatonit, zukinit, i shohim edhe këtu edhe kërkalecin. Pikë së pari procesin që do Unë do të ndihmoj ty Po, gjithsesi, se bukur. s'do të lë ti bësh gjitha vetë, do thuash pastaj. Po do them Më futen pastaj në punë. si gjithmonë, në fund në punë. Atëherë, pikë së pari do bëjmë kremin. Okej? Do bëjmë gatimin e Salcën, qepës, salcën Pastave? e pastave. Unë kremin e quaj, sepse salsa Okej. do lidhet me kremin edhe me karkalecin, okay? Kështu që do bëjmë prerjen e qepës, edhe të zukinit. Si duhet i presim kongujt? Për pjesën e salcës, ne këto do t'i presim sa më të vogla, në kubik Okej. veqi. Pastaj për pjesën e pastave, që do jetë më mbrapa, kur do kavërdisim me pjesën e karkalecit, ajo do jetë pak më madhe. Okej, tani është sa më imët mundshëm. Ndërkohë, unë do vazhdoj të edhim këtë, sepse për Po hidhi se për 10 minutin e të vet. ecim paralel, po. Kështu që ne këtu Aty kemi kemi për 240 për 2 persona. Për 2 persona. Filloj edhe ardhja me shpatat e veta. Ndërkohë, mua më le qepën, Po unë, Bukur. jo, thash po e bëja edhe unë qepën me që vura doriza, po s'ka vërtet. okej, hajde ndrej. E di unë edhe Doreza, po tani, e pra, po të respektoj pra si i ftuar. Ma i të thikën tjetër mua për qepën, më respektove. Shikon që më respektove. Tani po qepa si duhet e prerë? Sa më imët, Në kubik të vegjël, apo po në jo? kubik të vegjël. Po ne, qepën edhe kungullin do ta frullojmë, apo jo? Po, ato do futem në blender. Tani Që s'na nevojë të Tani kemë unë shumë do të pyes cila është eksperienca jote e parë me koktelin. Sepse ti mendon kur më kesh mua këtu do mbash vetëm ti pyetje.
Pra, eksperienca ime e parë nëse unë kur kam bërë un koktejl apo Kur ke bërë ti koktelin, pastaj do të pyes për bartenderin. Se unë e di që ti ke punuar si bartender. Kështu që më trego pak për koktelin dhe ti tregojmë pak këtyre e kam patur miqve të tu, të food lovers, që ti vajzë e dashur ke qenë edhe bartender. Po do t'i tregojmë të gjitha. Ja, po me mua do i tregosh. Eksperienca ime ka qenë shumë amatoreske, Po, sepse bari ishte familjar, po, edhe nëse do ta dish edhe location ku ka qenë, e di, përballë food lovers. është fiks. Edhe nuk e di për çfarë arsye unë Të ta lidh nërda pak, prap në lagje. e di cili është arsyeja, sepse e lidhim prap me alkimistin që më quan mua ti. Besoj e ke lexuar librin e Coelhos, Sigurisht. ku kërkonte Santiago Cesarin, edhe Ku niset se kërkoj. ku se kërkoi dhe u kthye prapë gjeti te pema ku nisi rrugtimin e vet. Eksakt. Kështu që alkimisti, vajzë e dashur, është një simbolik edhe në jetën tënde. Është e vërtet në fakt. Dhe unë në një formë Se kishe menduar ndonjëherë kështu, ë? Jo, e kisha menduar, po nuk e kisha artikuluar fiks në këtë formë. Bari që unë punoja ishte një bar familjar, Po. që i mate menaxhonte, edhe kemi qenë kolegë Po. bashkë me Timat. Dhe Imat dal nga dal më bëri pjesë menaxhimit duke ma lënë të gjithë barën në shtëpi, Po si çdo prind. që me idenë që unë të mësoja sigurisht. Po, po. Edhe pse unë atëherë më dukej një ngarkesë e tepruar, Shiko, ka qenë edhe ndryshe pjesë e barit, dhe sot është evoluar por shumë. pastaj fillova kalova edhe ta menaxhoj dhe ta mbaja vetë të gjithë Përgjithsinë. të gjithë përgjithsinë. Nga aja të zhoja dhe kjo ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, kështu që tani them faleminderit babit sigurisht. Po, këtë bëjmë ne që nuk i vlerësojmë. Atëherë isha me plot ankesa, Shiko, nuk është se ke por ndryshuar shumë. Por që tani je më e përmbledhur në ankesë. tani e kam ankesën më të artikuluar. Shiko, unë mendoj që ajo qepa na duhet edhe për fasulet për nesër. Nesër jo, është hënë sot. Në mjafton. Kështu që na ka ikur dita e fasuleve. Do t'i kishim bërë sot. Kleo, Mos është thuaj. okay kjo? Unë mendoj që është shumë Shumë mirë bërë ajo. një qep të tërën. Ajo qepa të tërën, ne na mjafton gjysma, Kleo, më thuaj një çik, të themon. më thuaj pak për fëmirin tënde. Fëmirin Edhe se si time, ka nisur dashuria jote me barin. dashuria ime për barin ka nisur nga një goditje ime e parë e depresionit në adoleshencë. Për arsye sepse unë kur isha pa bërë, më duket se kam bërë 15 vjeç në atë periudhë. Nisem me një shokun tim për në Ksamil, shkova për punë me atë shokun Ti do filloje punë pra në sezon, apo jo? në sezon. Po ishte eksperiencë, nuk është se kam shkuar për nevojë apo për ndonjë gjë tjetër. Shkuam na premtuan për punë, që ishte zhgënjimi im i parë profesion. Na mbajtën 10 ditë edhe nuk na futën në punë. Por ndërkohë ishim shumë vështirë ku të flinim me të tjera këto. Unë pastaj mbas 10 ditësh i marr forcat prapë dhe nisem për Vlorë. Në Vlorë ka qenë periudha që është sot këto plazhe më të famshme, atje ka qenë nga beach bar më të famshëm që ishte shumë e vështirë ta mendonim që mund të fillonim punë. Edhe ç'ka ndodh pastaj shkoj unë atje dhe filloj punë kamarier. Do të ndihmoj me prerjen e kësaj? Po për momentin lërë njërat se duhet bëj këtë salsa. Po ose nëse do vazhdoja. Ops. Edhe nejse, me zi flasim e bëjmë atje, po ishim të rinj të vegjël edhe pa eksperjenca ishim. Unë si një fare alkoolën, ndryshe si nga sot. Sepse nga fieri. Po ti vajte për të kërkuar punë prap. Pa e ditur njëri po tani. në bar, apo prap se dihet çfarë po kërkoja? Jo, ne na u premtua për në bar, kur ishim për në Ksamil. Por tani në Vlorë thjesht po kërkonim te beach baret e vendet ku ishim më të famshëm se donim ta arrinim atë sezon që të fillonim punë. Edhe filluam mbas disa peripecive, se s'do t'i themi sot se është tema e gjerë, filluam punë. Ndërkohë shkuam pim atje, po se dinim ç'a të fillonim. Bari i kisha qef, po kur shifja bartenderat që bënin koktele, atëherë ka qenë Ferrari, Lamborghini, Sex on the Beach, Piña Colada, kokteli më luks ishte mojito. Me gjona tani për çfarë po flasim? Flasim shumë herët. Që nuk i njohim bartenderët sot, shumë bartender nuk i njohim këta. Edhe pra çik tapu. Edhe nejse, fillova
fillova si kamarier, pastaj kalova në bar, edhe u dashurova me teknikën, me përzierje, me të gjitha. Do të thonë e kisha magjin këtu çapo bëja. Jo vetëm si dukesh, por se nga jashtë kur isha si klient pëlqente se ç'a bënin bartenderët e tjerë. Të pëlqente performanca, mënyra... Performanca, po ishte performanca, ishte alkooli, ishte jeta e argëtimit. Ajo është një sken në fakt, është si një sken. Po ne në gjuhë teknike quajmë stage. Okej. Do të thonë pjesa e barit, pjesa mbrapa, jo e pedanës, ku ne performojmë. Pjesa ku jemi në bar, e ke vënë që është gjithmonë 20 cm më lart se sa klientët. Ky quhet stage-i. Atë është performance. Edhe pastaj pëlqeu. Aty nisi. Aty nisi. Vazhdoj. Historia jote me Vazhdoj. pijet, Po. me alkoolet, me koktejlet. Vazhdoj me koktejlet, po flasim në një vend me super flok, super punë. Festat e argëtimit beach bari ishte çuditëra që sot është pak vështirë të imagjinosh. Do të thonë festat që bëshin atëherë. Tequila apo alkooli që hidhesh në bar Se ishte një që të filloj të pëlqente edhe profesioni, po edhe mënyra që të ishin në kontakt me të rinj, me festën, me muzikë. Si u bë profili yt, si u bë profesioni yt? Pra ti u trajnove, u shkollove. Atëherë unë erdha. Mendoj që nuk është aq e thjesht për ta mësuar thjesht në një Unë erdha në Tiranë në nivelin që ti e zbërthen. Patjetër. Unë erdha në Tiranë për studime. Studiova marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci. Edhe me idenë që shiko, bartender është një profesion kalimtar që po e mësoj në adoleshencë, po e bëj pak, edhe pastaj unë po bëj universitetin, edhe po vazhdoj me diplomacinë, do bëhem ambasador. Do hedhim qepën, se është në zero kjo. Tani, kjo është mirë. Hedhim qepën. Jo dhe gjithën, ha? Sa bukur. Do t'i shtojmë dhe një çik faj tjetër apo? Po, edhe pak. Po prit që ta marr pak të ngjyrën. Edhe do vazhdoja do bësh ambasador. Këto ishin planet e tua. Ky ishte plani im, nuk është se s'u bëra. Por që Ashtu ë? Po jam sot ambasador i gastronomisë botërore. Por në atë periudhën po mendoja që do përfaqësoja Shqipërinë në nivele diplomatike, të tjera, por ndërkohë si student doja edhe një ca lek. Edhe kisha gjatë gati. Dija të bëja një gjë kur erdha student. Edhe dija ta bëja mirë, isha një bartender. Edhe kam filluar madje një gjë interesante është që në një nga klubet më të mëdha të Tiranës, unë isha 20 vjeç, do bëra supervizor i bareve, ishin 4 bare. Vetëm nga kjo eksperiencë që kisha krijuar. Do thënë më ka ecur goxha mirë. Fillova në hotel, kam filluar në një nga hotelet më të mira të Tiranës. Edhe aty u ngrita si supervizor dhe bar manager, pastaj i kanë Emiratet. Pa ti pastaj bëri një eksperiencë. Fillova që e provova tamam se çfarë do të thotë food and beverage, okay? Kalova si food and beverage. Ti ke me një kontratë pune për të punuar fiks në profilin tënd apo? Jo, unë shkova turist atje me grintën dhe me sfidën. Po, ishte gallat sepse te hoteli që ishte periudha që sa u bë i famshëm në Dubai. Okej? Ishte sa doli Burj Al Arabi, Burj Khalifa si ishte bërë akoma. Edhe vjen momenti që në hotel po bëhesh e famshme që është sa mirë mund të jetë puna atë e gjithë tjera, dhe unë shpreh dëshirën tash. Po sikur ta provojmë edhe ne një herë. Po flisja me grupin e punës. Edhe një nga këta, shumë çuni mirë, shef kuzhina. Ai ndoshta nuk e di që ai ka qenë shtysa ime, sepse tha, po s'ka shans ta që të pranojnë ty, tha, kupton? Në një vend të tillë, kupton? Ai thjesht ngacmoi të Chelsea. Ai ngacmoi Luanin molla, nxori Luanin. Tash prit molla, si s'pas ka mundësi, pse kush jemi ne, çaj jemi ne që mos ta provojmë. Edhe ndrova, do shkoja në Rusi për pushime. Prit tash se po shkoj këtej. Shkova në Abu Dhabi 10 ditë, 11 ditë. Në këto 11 ditë Ardet kam kërkuar punë. Ti pe gjithë dinamikën e Emirateve, se si funksionon dhe çfarë do. Po shkova në një ditë, kam bërë vetëm pushime. Ditën e parë, shkova provova të gjithë eksperiencën. Burj Al Arabi në atë velën. Shkova në për klube, në për diskoteka, në për Aqua Parke, në për Ferrari World dhe në për këto gjëra. Edhe nuk lash hotel, bar, restoran, me CV në dorë, walk-in. Trokisja, gjitha hotelet. Ditën e fundit u pezmatova, u bëra mo, thash, i doli fjala ati. Po, i doli fjala ati, por kisha për të nisur më duket nga ora 2-3 për në aeroport. Dalë që mëngjes tash do e provoj edhe një herë.
doti që te hoteli parë që shkova më morën? Atëherë lejohej ti të punoje kështu thjesht me një vizë turistike? Jo, po nuk fillova direkt, unë erdha në Shqipëri. Më thonë, ideja është që më tregoi GM-i i hotelit atje se si funksionon. Se ç'a ndodhe dhe ç'a kishte ai dëshirë nga unë, ç'a mund të bëja unë. I lash kushtet e mia, CV-n e gjitha tjerë dhe iga, pa e ditur fare, mbas një muaj. Kjo është ajo që ne bëjmë gabim Ardetan. Që i ka përcyer sa hapa, por fatmirësisht ne jemi të pozicionuar në mesdhe. Edhe jemi rritur në traditën tonë me erza, bim, kategori mishi të ndryshëm. Edhe si kemë ato aty? Po, është kjo para, Ço edhe zero? Po. Ne jemi rritur me shije super të pastra mesdhetare. Edhe pjesa e palatës, e shijeve tona, e shqisave tona, është ajo që ne na ka përcen direkt. Është ambientuar me të gjitha erzat, frutat, perimet. Por fatkeqësisht ne kemi lidhur koktelin me botën latine. Për arsye sepse e kemi parë nga media që kokteli është ai pija e plazheve. Kokteli si term ka hyrë në 1700 plus. Do të thënë e quajtur si koktejl. Koktejli që filluan të miksoheshin pijet. Po pijet janë miksuar më përpara. Pra, këtë po them. Po flasim në aristokracinë 1500-1600. Por nuk quhet si term koktejl, okay? Quhet si blend, si përzierje. Për arsye sepse konjakun e kishin kultivuar shijet. Verën i kishin kultivuar shijet, i kishin provuar aristokratët të gjitha pijet që ishin në ato festat e veta. Aq pjesa ishin në Edhe filluan krijuan ponçat, okay, stili ponçit. Kaçurelse. Kaçureli. Krijuan stilin e ponçit, përzihen ato që kishin blende dhe po krijonin shije të reja. Ky është kokteli në të vërtetë. Edhe pastaj kaloi te masa më gjerë. Pas revolucionit francez e të gjithë tjerë, sepse revolucioni francez ishte ai që bëri edhe goditjen e Borbonëve, e aristokracisë, që solli gjithë kulturën e aristokratëve në masë, jo kuptoi dhe populli çfarë, që po provonte kuzhinat franceze, këto teknikat e aristokracisë e gjithë tjera. Kjo është periudha që ne e filluam me kuptuar 1700 dhe 1800. Por kokteli është produkti i aristokracisë në vetvete, kjo është. Ishte tek kur hyn koktelet në Shqipëri, kur filloi të eksplorohej. Kur e diti që ka filluar? Po besoj me demokracinë, çdo gjë. Kjo është gabimi. Me emigracionin. Ky është gabimi. Kokteli në Shqipëri ka ardhur me sundimin italian. Që u soll, ti ke parë filma në periudhën e Enverit të komunizmit, që përmendesh Campari, hajde pini Campari, shkojmë në Campari, Hotel Dajti, gjitha këto. Te Hotel Dajti për shembull ka qenë uniformat, xhaketat e bardha. Unë kam parë një foto të Hotel Dajti të dikurshëm, një foto me kamarierë dhe me shërbimin dhe ka qenë një ajo pra ka qenë. Alla ato filmat e Dolce Vitës. Po Dolce Vita pra, kultura Dolce Vita, kultura italiane. Kam parë një spatullë në këtu? Merë spatullën ti. Kokteli në Shqipëri ka ardhur. Do karkaleca përpara? Do doja pa karkaleca para. Kokteli. Jo da gjitha, se do hamsat. Krip na duhet tu? U dojqe pak Leo? Jo, dojqa këtu. Shqik sport i rënd kjo, nuk është si një pari. Ja, kemi tjera teknika në. Pranoje. është sport ndryshe, por më pëlqen shumë. Jo, është më vërtet. Po ti në fakt duhet fillosh ta eksplorosh tani me këtë pjesën e kombinimit të shijeve, siç e the. Po këtë jemi duke bërë pra. Hotel Dajti, edhe hotelet e tjera të komunizmit, më mbrapa, ishin ata që kishin edhe trajnime për shërbimin, që ne fatkeqësisht nuk i kemi sot. Prandaj, unë me alkimistin i lash gradët e zëvendës presidentëve të tjera dhe u ktheva në bazë komplet. Aty ku ka nevojë populli. Aty ku kemi nevojë ne, sepse fatkeqësisht shërbimi jon, fatkeqësisht shërbimi jon është pak dobët. Jetim pak piper? Edhe pak krip. Edhe, po ti hodhe krip andej, krip tej. Këtu s'ke hedhur krip. Hodha unë krip tu. Okej. Aty se nuk hodhe. Sepse ishte duke thonë nuk dojgje. Shikoj. Rëndësishme është që ti hedhë. Edhe, çfarë fatkeqësie kemi ne? Fatkeqësinë kemi ne sepse nuk dim historinë tonë. Jo vetëm pjesën e kulinarisë gastronomisë, por kudo. Më vonë në demokraci është pika çorreli.
Okej? Ato pijet. Kaçurrelrat tona. Por gjithsesi ne jemi nga bartendërët më të mirë për Negronin. Ajo që mbetet për tu thënë edhe për tu vlerësuar, se normalisht si një vend në zhvillim, si një vend i dal nga komunizmi, nga diktatura, dhe ne donim kohën tonë për të... Edhe duam akoma, se jemi shpejt. Sigurisht, po. Shikoj, jemi shpejt, se ne kërkojmë, jemi të rritur dhe kërkojmë gjën shpejt. Fakti që ne ecim me një ritëm shumë të madh, fakti që ne përshtatemi, mësojmë shpejt, i kapim gjërat shumë lehtë, kjo duhet thënë. Do vazhdojmë gjin tjetër? Jo, s'ka më gjin. Kush ishte koktejli tjetër? Jo? Koktejli tjetër është një koktejl super i thjesht për kushte shtëpie prapë. Edhe ato do ta bëj unë, apo? Ato do ta bësh ti prapë. Apo të bëj këtë? Shumë mirë. Jo, jam shumë dakord. Po. Ti gatuaj. Edhe ky koktejli është një twist, një ndryshim i basil smash, një nga kokteleve klasike. I është gjin dhe borzilok. Okej? Thjesht gjin dhe borzilok? Po, gjin, sweet and sour, lëng limoni edhe lëng shurup sheqeri, edhe e borzilok. E po i bëjmë një twist, një ndryshim prapë për perimet. Kjo kultura që thash, unë po gatuaj kurse ti me teknikat e barit, po bën me produkte kuzhine që janë perimet. Edhe do përdorim edhe borzilokun, edhe limonin, edhe kastravecin, edhe mjaltin për ëmbëlsus. A mundem ta blendoj unë këto që ta kemi gati apo jo? Unë thash se kishe nisur ti, si ndim se mirë që Po thash mos të bëja zhurmë. Ky karkalesi që nga aq shumë thellësi e marrë. U siguruam që ta marrim sa më thellë të mundesh. Po, që është shumë i thellë. Bëjmë që këto, që kemi bërë? Mirë. Do krip? Apo ka shumë qep? E domino qep, apo? Pra, s'kemi. Shpak e ëmbël, po... Po ka ëmbël, nëse vri mendjen ti. Se prit ta shohë çfarë ndodh me amaro. Po, ne do ta... Kështu që do ta balancojmë, kështu që është okej. Ja ku e ke këtu, ku do e? Ma lërë këte nga ana ime se fillon e hapi. Aty mbajtë gjërat e tua. Unë mendoj që ti të vazhdosh me punën e bartenderit, edhe ta shuajmë pak me amaron. Edhe di pse zgjodha amaron. Sepse amaro që ti ke në dorë është toka. Edhe ne nuk duhet harrojmë asnjëherë tokën tonë. Kudo që shkojmë, edhe çfarë do që bëjmë në jetë. Është shumë të drejtë. Kështu që tokën, rrënjët, takëmet na i ke sjell të gjitha, sa do t'jedhim? Ato takëmet si janë mjetët e punës. Tani ne do jedhim të pjesën sipër, që shikon ti, do ta mbush plotë si bartender e vjetër që je. Kidhe, pëshuarje, super. E tani ne do t'japim një lloj krokante dhe ëmbëlsie pak. Që do na balancoj dhe atë ëmbëlsinë e qepës, apo jo? Jo, ajo i bie ta shtojmë, por që ne do... Jo, na e balancon, sepse amaro ka jetësinë e vet. Po, i thësia amaro, pra nga emri. Po pra, dakord. Po e ka fundin të ëmbël, kështu që me këtë... Di aromë tani? Do më marrin era flokët të shi. Hiqi flokët edhe ndihmë aromën. Fantastike është. Që shkon dhe me karkalecin. Ka bërë një miksim shumë Po interesant. si shkon më motor? Aroma. Po. Unë karkalecit në vetë nuk ja kam qef. Aroma, no? Ja. Po oktapodit? S'ka ndonjë aromë. Se aromë ka oktapodit. Është pak. S'vjen ndonjë aromë. Është pak neutral, ë? S'di të ketë ndonjë aromë që të thuash. Shumë, ti nuk i le pak ujë atyre fare, apo e hoqe pak ujë? Kullova. E kullove fare, nuk na hoqe ndonjë gotë veç. S'ma the. Mirë, se kemi salsa. Nuk ma the. Ose unë them ta shoj me gjin. Mos na bëj koktejl gatimi tani. Hajde, opala. Opala. Neve një pjesë të salsës e kemi aty, a? Po, tani edhe salsa, no? Ma jep atë shpatullën? Kjo qëtë spatull. Jo, shpatull të hemon. Shqip. Shpatull është shumë. Shpatull, fjerakshe. Po duhet ta bëj këtë koktelin, mos jam qik mbrapa me planin. O, je shumë brapa ti, po gjithsesi s'ka problem. Hajde më thuaj tani çfarë duhet të bëj. Se do na ftohen pastat.
Atëherë, ti gjë e parë që të marrësh një është shakeri. Ose gjini, pi gjinin. Me tenxhere, Me presion, me buzëqësia. me të gjitha. Si të duket tash i kolori këtu, kolori. Si jemi këtu? Mirë. Ka dhe më Mund mirë, t'ishte edhe më mirë, mund t'ishte edhe çik më dominante salsa. Po, kishte shumë qep. Ose kishte shumë pasta. Ka goxha pasta. Se në porcionin italiane do t'ishte një 80 gram. Ne kemi për 120 gram. Po ne jemi shqiptarë më modern, mos harro kulturën. Përshin kulturën Okej, atëherë, jemi me pastat, një mbaroj pastat tonë. Atëherë, shiko ku jemi. Pastat i mbaroj fike tani, se i ke bërë më... I kam qarë. Ke qarë, po. Do ta provosh njëti? Vetëm hiqi, mos e trazon më shumë se s'duhet i humbi ajo. Jo. Tani, fikim të? Po. Ku e fiket kë? Dhe që dhe 0. Po, 0. Eqim për Haloje këtu se është e ftohtë këto. Okej, super. Unë them, ti edhim të ato në pjatë neve, apo jo? Po jo, prit se do na ftojnë në pjatë direkt. Atëherë, shikojmë, kalojmë këtu te profesioni jot. Kjo gota këtu, mbushet. Sa? Do ta mbushim plot? Po, tani do na duhet pak akull edhe për gotën, prapë po. Gjithë këta akull. Jo, po hidhet sa hidh. Prandaj s'të zë alkooli vërdallë, burr, se mbushet në akull. Një mos e ka nevojë më vërtet, nuk e zë ty. Bo. Atëherë, këtu presim kastravec. Edhe një, edhe mjafton. Okej, 3 me 3. Po. Tani do ta vendosim këtu, apo jo? Po. Do kapim ato edhe hedhim kastravecin. Për 2 koktejle, do minimumi 10 gjete borcilok. Edhe borcilok është me masë, Po, çdo gjë është me masë të ne. Që është me masë. Edhe ky është një nga koktejlet më të freskët, edhe bëjmë food pairing, okay? Koktejli freskët me një pjatë freskët. Kjo është, borciloku dhe kastraveci lidhet shumë me kungullin dhe me karkalecin. Ne këtu nuk po bëjmë thjesht një koktejl më vete, apo një pjatë më vete, po ne po bëjmë këto ti shoqërosh bashkë, që do thotë, në moment që ti ha këtë pastë, mund ta hash edhe me këtë, mund ta pish edhe me këtë koktejl. Mund ta bësh pairing me këtë pra. Po. Okej. Tani, na duhet një kokë limoni, ta shtrydhim brenda. Që ke këtë këtu, mos përdor tjetër, se i njëjti është, thjesht me lëkurë. Nuk duhet më lëkurë neve, apo jo? Po, në këtë rast nuk na duhet. E marrim nga kjo tjetër. Edhe shtrydhim. Po kisha ato enët tonë, ato mjetet e punës, kam i lato. Kush janë enët më? Mjetet e punës... Ja, më ku i ke? Ja, të kishe. Ja, ku e ke dhe këtë. A, pra, atë po kërkoj. Mu në ballë ke. Mu në ballin tënd është ajo, jo në timin. Se tani ne kam akoma merakun këtu. Gjysëm limoni, apo? Që është kjo piperish i lindja? Çfarë të duhet? Jo, një limon, pra, një limon. Edhe ti do hedhësh aty 2 lugë ato që ke të çajit me mjalt. 2 lugë mjalt? Po. Edhe tani... Nuk na del shumë ambull, apo jo? Jo, në 2 lugë mjalt, jo. Ma thuajnë që njerë si quhet koktejli, Kleo? Atëherë, kjo është twist i basil smashit, pra është thjesht një ndryshim i basil smashit. Ma thuaj, ke ti një koktejl të ndin që e ke... Po, kam... signature të ndën? Kam qindra koktejle se bëjmë fushata dhe ti di që kemi bërë një fushatë goxha interesante me 9 koktejle në bazë të 9 shkrimtarëve shqiptar. Dhe në produkte shqiptare. Edhe 100% produkte shqiptare. Kurse jemi duke bërë gjatë gjithë kohës, po bëjmë projekte për koktejlet e mitologjisë, duke futur në antikitetin tonë, duke marrë erza bimë të ndryshme nga zona ndryshme të Shqipërisë. Tani do t'i shtojmë rakin? Jo. Tani kësaj do t'i shtojmë gjinin, edhe pastaj pak rakin në fund fare. Pra nga që më thej që do t'i përdorim dhe rakin. Po do përdorim rakin, por mendoj që me rakin do kesh pak problem. Me këtë? 2 nga jot. 2? 2 është për 1 person. Tani ne do pim 2 këtu.
Kështu që do bësh 4. Është për një person? Po, 2 si kjo, se kjo është 30-vjeçe. Kurse një që është 6-vjeçe, është për një person. Kështu që tani të duket sikur do bëhemi dru. Ashtu duket. Po. Edhe ç'a ndodh? Rakin kur do t'ja shtojmë? Në fund pasi kemi bërë koktelin për të bërë edhe aromën edhe lejerin. Shekerojmë. Tani do ta shekerojmë pak. Tani këtu do mjeshtri kjo. Ja, po tani ti e di këtë gjën. Kështu që jepi drejtim. Mbaj këto duart këtu edhe provoje se pastaj e di si do ndihmoj dhun. Po dëgjoje tingullin deri në fund, dëgjoje tingullin deri në fund. Sa më Kleo? Duhet akoma? Po, do dhe pak. Ma jep dhe mua tani. Bëj. Bushi ato gotat tash. Me aku. Do marrim 2 gota të tilla prapë, apo Jo, gotat e vogla. Ku i ke? Janë këto. Okej. Welcome. Unë them ta pastrojmë pak nisën plasin ku punojmë. Kjo është kulluesi që e quajnë. Për ti ke ato. Edhe shko sa i pastër është si ngjyrë, si kolor. Edhe afrohet me ngjyrën e pjatës. Po. E do një stir tjetër kjo. Një përzierje tjetër me stireri. Që të bësh edhe lidhjen edhe temperaturës, por edhe të lëngut. Sa më pëlqen që po kushtimi të ullet. Po, është interesante. Ha? Është interesante. Tani, për ta bërë me një dekor super minimalist, jedhim borzilokun. 2 gjethe borzilok sa më të rregullt. Por Rakin kur do ja them se isha shumë kurioze. Rakin e hedhim tani. Hidhe para borzilokut Rakin. Do hedhësh merr atë masën tjetër. Thash se do hedhja me sy. Po jo me sy, se me sy. Te Rakia do na bësh drum. Kaq shumë? Gjysmën e saj. Edhe kjo jep një aromë të vjetëruar gjithë. Po hidhja në qendër që të qëndërzohet. Çfarë aromë ka? Ha? Do ta bëjmë prapë stir, kështu që. Jo, kjo s'bëhet me stir pra. E po, prandaj hodha në cep se mendova që do ta tresoj. Jo, kjo do bëhet në qendër. Edhe gota kapet gjithmonë këtu anësorët. Okej? Për të shpërndar. Edhe ndjej aromën tani. Kështu si jep komplet natyrë tjetër gjë. Një pa. Edhe godite këtë Që të marrë aromën e. që të hapet edhe aroma e borzilokut edhe tjera. Kështu që këto janë koktele në kushte shtëpie. To dy ti? Po, sepse mua më pëlqen kjo aroma borzilokut. Pëlqen ty? Shumë mirë. Është okay kështu. Ai se na bërë edhe bartender tani. Jo, ti ke qenë, po s'do ta Pash bëj. se buqësh. Në kam bërë më të bukur njerëz, Po, do që po, ti. tjetër, ti estetikën ti. Ma tregojnë çik sa bukur e ke bërë pjatën tënde, Kleo? Urdhë. Ç'është kjo më servire, dekoroje? Po, thuaj pjatën, po tani më jep pjatat. Ku kemi pjatën? Se pastaj kisha bërë më je interesante, më more kokat më të bukura të borzilokut. Ja, më ja ke. Për koktelin. Ku e ke? Po, okay. Tani ta kapim pak në këtë? Tani do marrim një lug. Ç'a duhet? Një lug. O, një lug. Po tani si do t'i Po jep lugën me përmasat e mia të lutem. Edhe Tani Shife tani. e do gjykimin tim këtu apo jo? jo, nuk dua fare. Jo Fare. për gjë, po se do gjykosh e ti mua koktejle. Jo, unë të gjykova shumë mirë. Aq mirë sa të thash skandal. Kështu që s'ke Pasta punë. të ka zgjer shumë. që ta Pasta dish. kam mbaruar punë fare se do e mohbeti. Sa pas ka zgjer më Mos e mbush ashtu, mo. Bëjmë me delikatesë. Po jo, më motor, unë kam hedhur prit një sekond. kam hedhur kastile shumë. Pjatën time do ta bëj unë. Pjatën tënde bëj vet. Tani, Po. edhe kungulli ka zgjer. Po, të gjithë kanë zgjer shumë, po jo bën me dashuri. Kemi bërë pak supë, s'kaq. Tashi. Shkon këtë borzilokun këtu ti? Kjo është me simbol. Fillove ti nga këto. Me simbolet e fierit. Jo, kjo është simbol i alkimisë. Okej, atë po. Okej. Ha? Mirë, Gjoj mirë, tash. mirë. Jo, ja, pa jeni pra në borzilok në gjë, mos më lë ashtu that Po mua. prit pra të prisim radhën. Urdhë tash, ti do tek borzilok. Një fije vetëm. Ja pra, se do jetë kokteli i dyti. Ty unë tani. Urdhëra. Me aromën
s'kesh në tua fare. Tani vetëm për zjerën e ke fajin ti, do e muhabet. Logo, nuk e ke ti, Do e muhabet. Gëzuar me pjatë. Kujton ato gjyshet që merrin ato karamelet atëre ta bëni gëzuar me karamele. Tipike shqiptare. Në ato kushte ishin mirë. Të lumshin duart. Të lumshin duart, Kleo, tani. Mos merr hap këtu, po e kam bërë mirë këtu e ke bërë mirë. Jo, është pyll, është perl. Mos marak, s'kam tip që. Pra. Jemi. Miksim, nuk është kot. Pra, tash më e çika të piruni mua që të filloj lojën time. Ashtu, ka që kishe ti, të durohet. Tani ishim super. Jo ta provoj tamam se. Provoj. Majt dhe mua pjatën time? Urdhëro. Ashtu të lumt. Shiko, mua më pëlqen. Më pëlqen më shumë pjesa e lidhjes alkoolit me pastën, no? Se kjo jep një veçanti ndryshe. Më pëlqen ideja. Por përveç se u zjem pak më shumë. Pjesa tjetër është ju. Mua më pëlqen. Po me borxhelog. Jo, me atë pairing është fantastike. Ja ku jemi. Edhe një bartender mund të jetë një shef shumë i mirë. Unë mendoj që duhet shkojmë paralel. Sidomos ne që japim konsulencë në Shqipëri, edhe në këtë treg që është shumë e nevojshme, duhet të futemi të provojmë të paktën të kuptojmë teknikat. Jemi në prag sezoni, Kleo. Po. Çfarë do bësh ti për këtë tregun e Unë do punoj paralelisht. Vareve. Kush është mënyra jote e të funksionuarit? Si e bën ti një startup biznesi? Si e merr ti përsipër një bar? Startupi është nga të gjitha nevojat. Duke folur, në moment që është një biznes i ri, që nuk ka vetëm godinën ose jo, atëherë ne bashkëpunojmë edhe me studiot arkitekturore shumë më të mira në treg, që bëjmë një plan biznesit Mirfield, sidomos për çështjen praktike, sepse ajo që ne shohim në mungesë në industrinë tonë të bareve dhe të restoranteve është sepse bëhet shumë i bukur, por ana funksionale dhe praktike është e vështirë. Ajo që ndihmojmë ne si alkimist bar service është që bëjmë anën praktike, patjetër me dizajnin, sepse janë arkitektë më të mirë. Burojmë të gjithën pjesën e logjistikës. Fokusi jonë është menuja, ndërtimi në një menuje super eficiente, ku marrësh fitimit është shumë i mirë për një biznes. Menaxhimi i produktit pra. Që menaxhimi i produktit, po menaxhimi i produktit duhet që ne na nxjerr tek marrëshi i fitimit, sigurisht. Menaxhimi i produktit duhet shfaqur dhe treguar të kuptohet nga menaxheri apo nga përfaqësuesi i subjektit. Pastaj menaxhimin e stafit, punësimin e stafit, trajnimin, zhvillimin në një menuje. Edhe gjetja e stafit. Edhe gjetjen e stafit. Kjo është gjë më e rëndësishme dhe gjë për cilën bizneset vuajnë. Super, gjetja e stafit jo vetëm staf që ta gjejmë diku edhe ta punësojmë. Ne gjejmë stafet, i trajnojmë në akademinë tonë. Pra ju i bëni menon biznesit dhe në bazë të asaj menuje i trajnoni dhe stafin. Ajo është kur biznesi do të trajnojë stafin e vet. Nëse ne duam të apo na thrasin për të punësuar një staf, ne stafin e trajnojmë vetë në akademinë tonë. Pastaj atë stafin e punësojmë të trajnuar në treg, që do thotë kjo është risia dhe është më e mira e tregut. Kurse si shoqat, ne do bëjmë trajnimin e parë falas në gjithë Shqipërinë për bazat e bartenderit. Do jetë seminare dhe trajnime që kushdo që do të futet në këtë botë, apo dhe bartendera që kanë kaluar ato që po flisim çfarë, shpejt kohën apo ritmin e vet, të njohin edhe një herë nga bazat, nga industria se çfarë funksionon dhe si është kjo si industri. Nga historia, nga traditat, nga klasikët, nga çdo gjë, nga teknikat më të reja apo dhe më të vjetra e bartenderit. Të gjithë këta, nëse kanë dëshirë, mund të certifikohen nga International Bartender Association, nga Organizata Ndërkombëtare e Bartenderëve. Kështu që misioni i shoqatës Shqipërisë është të trajnojë kushdo që punon pas barit. Falas edhe një herë të rriten edhe të trajnohen dhe të zhvillohen edhe të japin kontributin për gjithë industrinë e turizmit në Shqipëri. Kurse si alkimist bar service, një biznes mund të kalojmë në tjetër nivel prodhimi, po edhe shërbimi. Fatkeqësisht atë që mungon në Shqipëri. Gëzuar edhe kemi bar service ka shumë punë për të bërë në atë treg. Atë jemi duke bërë, thjesht ta bëjmë mirë, edhe të lidhemi të gjithë. Jam shumë e bindur që do ta bëni shumë mirë. Ulemi të konsumojmë se pastat tona mos tohen.